lista serbe është rikthyer në qeverisje në këto komuna, po ashtu edhe në 5 komuna të tjera që i bie 9 dhe 1 është në baletazh. Çfarë do thotë kthimi i kryetarëve nga lista serbe në veri? Atë që kam thënë gjithmonë që balloni i fryer i Kurtit do të shpërthej në momentin kur Kushtetuta e Republikës Kosovës ju jep mundësi atyre që të kthehen, do të ka qenë keq i planifikuar krejt ky 4 vjeçar i tentimit që thuhet që po zgjidhet problemi. Problemi i veriut është problem ndërkombëtar, i nënshkruar nga vetë Kurti në Bruksel edhe në Ohër. Por kjo qeveri thotë që ka shtrirë atje liçmerin. Faza mu së më bën fare fort çka thotë kjo qeveri, në kuptimin që kjo qeveri ka thonë që ka me bo demarkacionin e ri, ka me bo kthimin e privatizimit, ka me bo gjetjen e krimeve, ka me luftu krimin e korrupsionin. Por çfarë mund të bëjnë realisht kryetarët e komunave, zoti Abasi? Çfarë mund të bëjnë? Gjithçka. Nga kthimi i simbolikës atje, edhe pom, me festën e tyre në fillim, e deri tek përcaktimi i komandantëve të policisë në komunat lokale, që është pjesë e marrëveshjes që Kurti e ka nënshkruar me vetë menaxhimin realisht. Dhe çfarë do tentimi për të bërë të vërtetën të ditur është vazhdim i një manipulimi të opinionit publik, edhe populizëm. Por ligji duhet respektuar nga të gjithë, zoti Abasi. Cili ligj? Ligji edhe për simbole, edhe për të tjera. Sigurisht që duhet respektuar, po... Por në rast se shkelin ka shtet këtu, apo jo? Për të intervenuar. Ka shkelja, tani... Po në rast se simbolike, si që thatë, mund të ketë vendosje heqjet flamujve të Republikës së Kosovës në ndërtesat komunale. Ajo ndodh për çdo ditë në Graçanic. Nuk i nevojë me shku në veri, në Graçanic. 10 kilometra prej Prishtinës. Për çdo ditë ndodh ajo. Nëse ka shtet... E nëse ndodh në veri? Është duke ndodhur, do të ndodh. Ne kemi një problem të cilin Kurti e ka thelluar me sanksione dhe ndëshkime. Po, Van der Leyen nuk e takon në zyrën e tij, e takon korridoret e Kuvendit të Republikës. Do thotë, është thellu, çfarë ka fitu Kosova është një izolim të plot, sanksione dhe në anën tjetër një kthim të listës sërbska në pikën ku kanë qenë, realisht. Tani shtetet Dhe ka ndryshuar fare situata në veri të vendit? Ka ndryshu, normalisht që ka ndryshu. Edhe në Hantelezit ka ndryshu. Në veçatime, si po flasin për veriun, se mund flasin edhe për komuna tjera. Jo, është ideja që kudo jeta e qytetarëve ndryshon në periudha caktuar kohore. Ne çfarë po flasim është a është zgjidh problemi i veriut apo është kthy lista sërbska me krejt ndikimin e Vučićit në veriun e Kosovës. Dhe kjo është e vërtetë. Kanë luftuar grupet kriminale atje. Dhe kjo është e vërtetë. Zoti Abasi. Po mirë, ndonjëherë grupet kriminale dinë edhe mu institucionalizu, edhe mu legalizu, edhe me qenë brenda institucioneve. Tani pyetja është se çfarë do ndodh prej sot e tutje në kuptimin e funksionimit të shtetit Kosovës pa ndikimin e Beogradit, sepse ky është qëllimi, sovraniteti. Dhe çfarë mund ndodh pra në veri? Dhe ne në momentin kur ata marrin pushtet në komuna, do e shohim që rikthimi i ndikimit të Vučićit, përveç se do të jetë real, do jetë edhe një farë ndihmese e madhe për krizën e Vučićit në Serbi. Do të thonë, veriu i Kosovës do jetë triumfalist për Vučićin atje. Që i ktheu të gjithë në pushtet. Shteti lokal ka kompetenca të kufizuara. Niveli qendror është për siguruar rend qetësie të tjera, zoti Abasi. Pe kuptoj unë, domethënë pyetjen e keni në kuptimin e relativizimit, po unë po flas për tani marrëveshjet të Ohrit edhe të Brukselit që nuk janë këto komuna të zakonshme dhe Kosova është në përzgjedhje. Ose do i zbatoj këto marrëveshje që i ka nënshkruar, është pajtu në Ohër edhe në Bruksel, ose do vazhdoj të jetë e izoluar dhe diskutimi i madh për integrim evropian, për reforma, për ndihmës financiare janë në dorën e dytë. Dora e parë është nëse serbët atje do të trajtohen sipas asaj çfarë ka nënshkruar Kurti, përfshirë edhe asociacionin, sepse këtu elefantin në dhomë ka të bëjë me asociacionin. Po asociacioni është çështje të cilën e ka pranuar Kurti, e ka vonu, tash po i korr rezultatet e tija. Me çelëmet e veriu ishte padyshim lajm
hyrja gavimisht, që shton FSK-s,